Një parfum me vlerë 3.700 lek i lën pa dëshirën e saj në zyrën e një prokuroreje të Elbasanit është bërë strumbullari një hetimi në SPAK pas dyshimeve për një rast korrupsioni. Por pas një viti hetim, SPAK ka pyetur personat pjesëmarrës, këshyrur telefonat e tyre, analizuar pamjet e kamerave të sigurisë së prokurorisë së Elbasanit, ka dalë në përfundimin se korrupsioni nuk ekzistonte dhe se çështja duhet të pushohej. Kërkesa e SPAK për pushimin e çështjes është pranuar nga gjyqtarja Irena Gjoka, e cila ka vlerësuar se nuk ekzistonin indicia apo prova të mjaftueshme ku të bazohej dyshimi për një aferë të paligjshme. Referuar vendimit të gjykatës, historia e ka zanafillën më 4 dhjetor 2023, ku Arben Kotollaku, oficeri i policisë gjyqësore të Elbasanit, ka shkuar në zyrën e prokurores Glenda Zeneli. Oficeri ka nxjerrë një send nga xhepi, duke i thënë prokurores se e kishte nga Ismail Q, një qytetar që gati 2 muaj më parë ishte arrestuar për drejtim të automjeteve në mënyrë të parregullt dhe kishte dalë në detyrim paraqitje me kërkesë të saj. Pavarësisht se prokuroria ka refuzuar, nuk ka mundur t'i kthente sendin oficerit që është larguar nxitimthi, momenti regjistruar nga kamerat e sigurisë së prokurorisë. Në vijim i telefonuar prej saj, oficeri është rikthyer ku ka marrë jo vetëm sendin, që rezultoi të ishte një parfum, por edhe një vendim të prokurores për refuzimin e dhuratës, bazuar në ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit dhe ka kërkuar ndjes. Situata është pasuar me nisjen e një hetimi për korrupsion në këtë prokurori, i kaluar më pas për kompetencë në SPAK, shkruan aty. Gjatë hetimit, oficeri ka deklaruar se parfumin e bler sipas tij 3.700 lek, ja ka dhënë prokurores për respekt dhe jo si favor për ndonjë çështje hetimore, ndërsa Ismail Q ka pohuar se nuk i ka dhënë ndonjë parfum për prokuroren oficerit Kotollaku. Sipas vendimit, hetimi i 1 vjeçar i SPAK nuk ka provuar ndonjë marrëveshje mes të dyve apo qëllim për ndikim të paligjshëm tek prokuroria për ndonjë çështje të caktuar.